Përshëndetje të nderuar ndjekës të dokumentarit Wildlife me Arjan Mavriqi në Kuavizion që transmetohet çdo të premte nga ora 18:20. Fillimisht më lejoni t'ju tregoj një prapavi këtu që kam brapa për një pejzazh të mrekullueshëm ku gjithçka ka filluar të merr ngjyrën e vet të pranverës, ku dominon ngjyra e gjelbërt. Por arsyeja pse po e bëj këtë hyrje nga brenda makinës është për shkak megjithatë të kësaj ere që po fryen, edhe që dua të jem sa më i qartë në atë se çfarë dua të them apo cila është tema për të cilën do të diskutojmë sot. Okej. A keni menduar ndonjëherë se sa janë arkitekt shpendët, apo a janë arkitekt shpendët shtektar dhe jo shtektar natyrisht? E unë padyshim se po ju them që janë arkitekt të shkëlqyer. Shumë nga ta ndërtojnë fole në lokacione ku njeriu as nuk mund ta imagjinoj. Për këtë do të shihni pamjet për disa prej tyre në vazhdim. Por me evolimin e kohës, padyshim se edhe shpendët kanë ndryshuar, po them ashtu, kanë gjetur mënyra të reja për mbijetesë kështu me radhë, megjithatë kur nuk kanë ikur nga instinkti i tyre për mbijetesë, nga ajo se çfarë janë në realitet. Për shembull, jo të gjithë prej tyre ndërtojnë fole pra me fije të kashtës apo të barit e kështu me radhë. Disa prej tyre, siç janë dallën dyshit, pra foleti ndërtojnë me balt, me një arkitekturë të shkëlqyer, me një punë të shkëlqyer të përbashkët natyrisht në çifte, ku shkojnë në vende apo lokacione ku ka balt që është krijuar nga ujrat dhe marrin nga aty, dërgojnë në folet e tyre për të ndërtuar një bazament shumë të sigurt, pastaj aty të qelin vezët, të rritin të vegjëlit e të kthehen prap nga kontinenti afrikan dhe të vazhdojnë kështu tutje. Pse po i quajmë arkitekt apo inxhinier shkëlqyer është se mos keni menduar ndoshta që gjatë kohës sa ju shëtitni rreth lumit apo e shihni thjesht një lum nga lart dhe ju mendoni se aty është thjesht vetëm si një lum? Jo, këtë arkitekt të shkëlqyer në këtë rast Puluiza po ka ndërtuar shpesh fole në mes të lumit, duke përdorur shavarin apo ato si të them degt e atyre barishtav që janë aty afër, duke i përdorur si fole edhe i ka ndërtuar në mes të lumit në mënyrë që as të kamufluar të jenë dhe të mos të kenë thuajse apo të jetë fare pamundur të shihen nga grabiçar të ndryshëm. Çka mund të jetë rrezik për ta është që nuk e di se sa i kanë kalkuluar këtë çështje, janë vërshimet, shirat e rrëmbyshëm që jenë e aty mund t'i marrin dhe të gjitha këto fole, por të cilat ne shpresojmë dhe lutemi që mos të ndodhë asnjëherë. Shikoni se si duket një fole e Puluizës dhe si duken të vegjëlit e Puluizës.
Për sa i përket një arkitekti që unë mendoj se do t'ja kishin zili edhe arkitektët nga ne raca njerëzore më të mëdhenj të botës, do t'ja kishin zili pra këtij lloji zogu që quhet Kolovaci emri shkencor, Eremis Pendulinus, do t'ja kishin zili pra këtij lloji zogu Kolovacit se si e ndërton apo me kaq mjeshtri folin e tij që përdor kryesisht druin e llojit të shelnjes, e që e gjithë struktura e ndërtuar apo e gjithë foleja është e kapur në një degë fare të hollë, ku në kushte normale për njerin do të ishte pa imagjinueshme, por çashtu që thash, do të thotë arkitektët më të shkëlqyer të këtij planeti, siç janë shpendët, mund t'ja dalin, sepse ata ndërtojnë gjejnë apo lokacionet në vendet më të sigurta ku në asnjë mënyrë grabitçare të tjerë nuk mund të arrijnë deri te foleja tyre. Për atë jam shumë i sigurt që pamit në vazhdim që ju do të shihni, ju tregojnë se me çfarë arkitektura apo me çfarë mjeshtrie dhe se ku është vendosur e fole, do t'ju lë dhe ju e pa fjalë, por për këtë më së miri na flet puna e Kolovacit, një zog shtektar të ne. Që t'na lë pa fjalë që mos ta imagjinonte asnjë nga ne se ku mund ndërtoj fole njëri nga këta arkitekt. Është fjala për Trishtilin e Madh, një prej zogjve i cili folenizon thuajse në çdo vend dhe ndoshta mund të themi që nuk ka limite. Imagjinoni një urë e ndërtuar shumë vite më parë, ndoshta me 20 deri në 30 dekada më parë, atij është dashur vetëm se një pamje e një vrime të vogël brenda kësaj ure, që ta di që mundësitë e shkëlqyera për të folenizuar apo për të ndërtuar folen është pikërisht ajo vrim. Shikoni pamjet edhe ju do ta dini eksaktësisht për çka ka fjalën, apo a mund ta imagjinonit më parë një mrekulli të tillë. Arkitekt shkëlqyer apo janë vërtet arkitekt, sinqerisht e kem pas një arsye shumë madhe. Kush do të kishte imagjinuar që vrima e një lisit do të përdorej nga kukovojka e pyjeve. Strik Aluko, emri shkencor, ai ka gjetë një vrim që sinqerisht ne mund të shohim shumë lisa brenda ditës nëpër shëtitje të ndryshme, por që ta imagjinojmë se brenda një lisi gjenden disa të vegjël të një lloji të bufit apo kukullojkës, disa i thonë, vështirë se mund ta kishim imagjinuar. Megjithatë, ai e ka prindrit, pra të dytë e kanë parë si një vend strategjik për të fshehur po ashtu prej grabitçarëve. Mirë po, nuk mund t'i fshihet edhe njeriut dhe kameras tonë. Natyrisht, gjatë xhirimeve tona të jetës së egër kemi edhe raste kur aksidentalisht makina e godet GoPro-n, por falë Zotit nuk e ka gjetë gjë.
shpëtoj. Por kështu du të gjithmonë rrezikuar për dalë një xhirim super i mirë, prandaj dhe këto janë normalitet për neve. Megjithatë, asgjë nuk ndodhi, GoPro-ja është gjithçka në rregull, vazhdojmë tutje. Një zog shtektar tek ne që është bilbili. Bilbili kryesisht shkon dhe ndërton folin në shkurrat apo brendësinë më të thellë të shkurreve ku do ta kishte vërtet problem ndonjë nga grabitçarët që ta gjej bilbilin. Dhe domethënë hyrjen kryesore e ka pastaj nga lart për të futur në ato shkurre që nuk do të paragjykoj se është e pamundur të them për të gjetur. Megjithatë, është tepër shumë e vështirë për të gjetur këta lloj të zogjve. Kërcënimin kryesor kryesisht e kanë prej Laraskës, sepse Laraska njihet si një shpend grabitçari i cili për fat keq më së shumti sulmon shpend të tjerë në këtë rast, sepse individë mëdhenj nuk mund t'i zë, por sulmon folet apo individë vegjël që janë brenda foleve. Por a ka prej shpendve të cilët apo prej këtyre arkitektëve të shkëlqyer që ndërtojnë fole duke ndërtuar duke ndërtuar shtëpi në për vende ku kryesisht më herët janë punuar në ato pjesë, janë ndërtuar rrugë e kështu me radhë. Këtu e kam fjalën për vende ku ka prani të madhe të dheut. E këtu e kam fjalën për dy lloj të shpendëve të cilët unë deri më tash kam arritur t'i xhiroj. Bëhet fjalë për bletngrënësin i cili ndërton fole duke shpuar ato vrima deri në brendësinë më të thellë për shkak të sigurisë së zogjve, po ashtu edhe një zog tjetër i cili po ashtu bën mund të shkojë nganjëherë deri të 1 metër thellësia e vrimës së foles së tij, që është mbreti peshkatar apo zogu Kingfisher Bird, Alcedo-athis emri shkencor. Pra deri më tani po ashtu për të qenë realist në kësi raste kam dëgjuar edhe mund të jetë tek ne, dyshoj që disa fole janë në liçenin e Badovzit afër liçenit, mund të jenë disa dallëndyshe të rërës që quhen ashtu, të cilat po ashtu njëjtë ndërtojnë fole, por unë xhirimet i kam vetëm për këto dy lloje të zogjve që bëhet fjalë për bletngrënësin dhe mbretin peshkatar.
Por a ka shpend të cilët ndërtojnë fole në tokë? Padyshim se po. Këta arkitektë të shkëlqyer nga njëherë gjejnë disa zona natyrisht edhe urbane për ndërtuar folet e tyre në tokë. Në këtë rast bëhet fjalë për Gigjvilen apo një shpend e cila e shohim duke folenizuar në tokë, në toka bujqësore, e që faktikisht është një lloj rreziku edhe kërcënues për bujqërit të cilët mund t'i vrasin ata shpendëve të zogj të vegjël, po ashtu edhe është shumë e lehtë të gjendet edhe nga ana grabitçore për fat të keq. Megjithatë, kjo është në fundit zgjedhja e Gigjviles dhe Gigjvilet ndërtojnë folen aty ku ata llogarisin si është më duhura për ta. Këtyre arkitektëve të palodhur shpendëve i duhet edhe ndihma e njeriut për folenizim. Po, janë disa raste. Për shembull, për grifshin e detit, e cila gjithmonë kërkon folet ku njeriu i ndërton ashtu siç i kemi ndërtuar ne, e që ishte një projekt fantastik në bashkëpunim me Kekun, sepse i vendosëm në shtyllat elektrike që kemi këtu pranë. Unë duhet të ju tregoj tash edhe si duken. Pra, në këto raste, këtyre arkitektëve i duhet edhe ndihma e njeriut që të kthehen të folenizojmë, sidomos kur na duhet shtimi i numrit tyre apo për t'ju ndihmuar në riprodhim. Por në këto fole që do t'i shihni në këto kuti, nuk do të thotë që gjithmonë do të shkoj të folenizoj patjetër grifsha e detit, që është një shpend shtektar shumë i bukur në pamje, që besoj të ta shihni tash në këtë video. Pra jo gjithmonë kthehet dhe futet aty grifsha e detit. Në këtë rast mund ta uzurpoj edhe një zog i llojit cërloj pikalosh. Këtë fole mund ta uzurpoj edhe skifteri, kthet razi, pse jo ndonjë nga zogj tjerë, siç janë pubza e kështu me radhë. Por arsyeja pse ndihmesa e njeriut, arsyeja kryesore pse ndihmesa e njeriut është e duhur në këtë rast, është patjetër për një target apo një shënjestër që ne kemi pas gjithmonë, që ka të bëjë me grifshin e detit, një zog tepër i bukur të cilin mezi po presim ta shohim duke folenizuar tek ne. Tjetri lloj që është shumë i rëndësishëm, që po ashtu folenizon në lisa të gjatë, aty ku nuk është dhe prania njerit afër, edhe pse jo larg zonave urbane, por me një strategji apo një arkitekturë të jashtëzakonshme, duke ndërtu folen shumë të madhe, për nga perimetri, është edhe shqiponja min ngrënse buteo. Ajo folenizon edhe në për drunj më të vjetër që janë thjesht drunj të ahut, bungu apo kështu me radhë, por mund të ndodhë të folenizoj edhe në për pisha, sepse kemi xhirimin nga të dy llojet të drunjve. Pra, është rrethuar foleja me një bazë shumë të fortë, sepse zogj, pse baza duhet të jetë e fortë? Sepse kur të rriten zogj do të jenë shumë të mëdhenj dhe mund t'i lëshoj, pra mund të ketë probleme serioze, shqiponja buteo që t'i mboj ata zogj të asoj peshe, të cilat nuk do të duhet të ndodhin kur ndonjë aksident të bien poshtë e për të lënduar akoma pa u nisur në fluturim.
Aty tash për fat keq tek foleja që kanë ndërtuar skifteret këtë razi, po i qëndron ofër edhe një lloj i sorrës që është gauta, e ajo po rrin ofër aty veç me një qëllim, sepse është një grabitçar i vezëve të shpendëve tjerë, pavarësisht e janë grabitçar ose jo, dhe po qëndron në alt dhe sipas gjitha gjasave kjo do të shkojë ofër të kontrolloj nëse ka vezë, ti marr ato apo zosh të vegjël dhe ti haj ti konsumoj dikun pak më larg, mirë po edhe kestreli, edhe ky shpend është shumë luftar dhe nuk do ta lënë rehat me qetësi, apo thjesht vetëm me një pak mund ti marr ato, do të luftojnë deri në minutën e fundit që ti shpëtojnë nëse veç ka vezë lart, sepse për momentin nuk po muj ta identifikoj. Po du një herit me dërgu edhe një porosi me këtë dokumentar. Mos shkatroni lumen, sepse aty mund t'jetë një fole. Mos ndizni zjarre, mos ndizni pyet, sepse aty mund t'jenë shumë fole. Mos pritni lisa pa nevojë, edhe ndonë se janë pak vjetër, sepse po ashtu aty mund t'jetë një fole. Kur largoni këto shtyllat elektrike, keni parasysh se në to mund ketë fole të lejlekut, mund ketë fole të shpendëve tjerë të cilët po ashtu folenizojnë aty. Bëjni me një mirë kuptim me ornitolog, me përfaqësues nga Ministria e Ambientit dhe me neve të cilët sadopak kuptojmë dhe marrim vesh në lidhje me këtë çështje. Pra çdo dëmtim i lumenve, liçeneve, ligatinave, besa edhe projve, pse jo, mund dëmtojmë një vend banim për një zog. Kështu që bëni kujdes, ju lutem, gjithandej trojeve tona.